nuk mund të shtypni me kartona kërkesat mbar qytetare të cilat kanë marrë mbështetje të plot ndërkombëtare. Kërkesat e qytetarëve për largimin e menjëhershëm të Edi Ramës, për anullimin e të gjitha ligjeve të amenduara nga Edi Rama për mbrojtjen e mjedisit, në cilën ju ndërtuat aeroportin e Vlorës. Ndaj dhe flamingot i dënuat me vdekje me aeroportin e Vlorës, me të cilën ju ndërtuat pikën e vogël në parkun e Butrintit, me të cilën ju shkatruat trashëgiminë kulturore dhe paqet kombëtare të shqiptarëve, duke harruar se nuk janë vetëm pasuri e shqiptarëve, por dhe pasuri europiane. Nuk keni asnjë të drejtë të injoroni qindra mijëra shqiptarë që kanë 18 ditë me flamurin e lirisë në dorë, me flamurin e ligjit dhe të drejtave të njeriut, të mbrojtjes trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, sakrifikojnë orë të tëra. Është se kush tregohet fashist tani, apo stalinist tani, ju apo ata, këte dikton le ta gjykojnë vetë qytetarë shqiptarë. Po ju s'mund t'i injoroni ata në këtë mënyrë, sepse ata kanë kërkesa shumë të drejta. Kanë kërkesa të drejta, kurse ju keni vendosur t'i zgjidhni me kërcënime mafioze, duke marrë bandat. Vlora Hyseni, agentja e përbashkët e Edi Ramës dhe Aleksandar Vučićit, ka barë ekspert serb antidemonstrata se si të nërhyjnë dhe unë paralajmoj urgjent hetim parlamentar. Urgjent hetim parlamentar. Larg duart nga protesta. Zëri qytetarëve nuk mposhtet kurrë. Pastaj do ikni si mi. Jo, them unë. Përfundoni, ju lutem. Po dhe ti qesh atje. Do ikni si mi. Po më mirë tani, burrisht, keni guxim të votojmë ligjet, të heqim me mosbesim me Edi Ramën dhe të japim zgjidhje krizës që do t'jetë shumë herë më thellë ditën dhe javë që vinë. Okej, faleminderit. Fjala kundër, zoti Balla. Okej. Zoti Balla. Zoti kryetari i Kuvendit, së pari kërkesa është e formuluar gabim, e përpasoj nuk mund të merret në konsiderat. Nga deputeti që mori fjalën në emër të kërkuesve, nuk dëgjuam asnjë argument që ka të bëjë me kërkesën. Kërkesa nga grupi ynë parlamentar do të rrëzohet. Kemi pasur një diskutim të gjatë në konferencën e kryetarëve, ku vetë deputetët kanë kërkuar që këto iniciativa ligjore të shqyrtohen me përparësi. Nuk dëgjuam asnjë argument. Nuk dëgjuam asnjë argument lidhur me kërkesën. Sa i përket çështjeve të tjera që u parashtruan këtu. I fundit në këtë sallë që mund të flasin në emër protestuesve është ky pelikani këtu. I fundit. Lutem, zoti Balla. Dakor. Dhe nëse do të zbatosh, unë të sfidoj, Sali Berisha, unë të sfidoj. Sot pas dite shkon protest. Shkon do të protest. Provoje po ta mbajti. Ndërkohë që personalisht nga ana e protestuesve meritoj një falënderim, sepse kam kontribuar për një prej kërkesave të protestuesve. Protestuesit ton Sali Berisha në burg, unë e kam bërë një kallëzim për ty.
unë e kam bërë i kallëzim për ty. Dhe i ftoj protestuesit ta marrin në shqyrtim. Ej, qesharak më të mëdhenj, e mbani mend, ditën e parë të protestës, i quajte sikur i kemi nxjerrë ne protestuesit. The kështu apo jo? Ditën e dytë protestës the që je kundër protestës. Ndërkohë që sot del zotrote, jam përfaqësuesi protestës. Edhe t'ju them të drejtën, pash një gjë shumë qesharake në Bruksel, se pas dhe disa që tha, kemi ardhur këtu në Bruksel për të sjellë kërkesat e protestuesve. Or kush ju ka mandatuar ju një? Në marrëdhënie me ata djemt dhe vajzat ne s'kemi nevojë për ty për interlokutor. Ta dish të. Fare, i fundit je ti që mund ta bësh ne ndërmjetësin me protestuesit. Prandaj ulu këtu, uli edhe këta se lenam. Faleminderit shumë. Zoti Balliu, se ju lutem uluni, vjojmë seancën. Zoti Balla foli në 2 minutshin që jep rregulloria për si folës kundër propozimit. Pro dhe kundër, kaq. Tani kalojmë në votimin e propozimit të grupit. Jo, nuk ka replik këtu sepse nuk jemi. Po nuk kemi diskutime, zoti Noka, nuk kemi diskutime. Jemi te fjala pro dhe kundër. Ju lutem zini vendet. Uluni, ju lutem. Uluni. Kur të kesh mundësin të vish të drejtosh seancën, zoti Noka, drejtohe si ta mendosh ti. Sot të lutem ulu. 2 minuta replik, zoti Berisha. Uluni. Ne tani, lidhur me ato që tha parafolsi, e garantoj çdo shqiptar se ajo protest është protesta më madhështore që ka njohur Shqipëria, dhe se demokratët janë të ftuar të marrin pjesë masive në këtë protest, dhe se kur klithma thirrje të opozicës apo grupusklave të George Sorosit nuk mund të më impresionojnë mua dhe nuk mundet kur të më devijojnë të mbroj kauzat që besoj. Ndaj dhe unë do ta mbroj gjë në fund kauzën e asaj proteste. E mbroj çdo ditë. Do ta mbroj në Shqipëri dhe në arenën ndërkombëtare. Dhe nuk ka forcë në botë që më tërheq mua nga parimet e mia. Ju siguroj se çdo përpjekje juaj për manipulime, çdo përpjekje juaj për kërcënime, sikur të gjithë bajret, çelët, troplinët t'i përdorni, s'do ta mposhnit kur dot atë lëvizje.